mos kjo, që lëviza vendosur, si fituese e zgjedhur, pra nuk ka arritur e vetme që të ketë numrat e duhur. Prandaj ne kemi bërë kërkesa për koalicion, një lidhës demokratike, pastaj nismes. Dhe natyrshëm, kur e kemi hedhur votimin e qeverisë komunale, nuk e kemi pas funda. Tapti, në këtë vend ka rregulla, ka demokraci. Presidentja, me qenë se partitë të tjera nuk kanë shprehur vullnetin që ta krijojnë qeveri, shumicën parlamentare, si do të thoshte Trimatusi, lëviza vendosje e ka mandatuar Glau Konjucën që ta riprovojmë edhe një herë dhe që tregojmë qytetarëve e deputetëve të kolegëve tonë atje që ne jemi të interesuar që Kosovës t'i japim institucionet. Tash është në dorën e deputetëve. Regja, na jep përgjigjen konkrete. A është Glau Konjuca më i mirë për kryeministin se Albin Kurti? Po, edhe Glau Konjuca, edhe Albin Kurti, i ka veçantë të veçanta. Ka e preferon për kryeministër ti? Po, ne kemi preferuar, ne kemi vendosur Kurtin për kryeministër. Pra nuk do të doja që të ta bëj për pyetje, sepse po kjo pyetje s'është, okej, po e bëj pyetjen e ndaluar. A do e zgjedhje Albin Kurti për kryeministër apo Glau Konjuca për kryeministër? Po mund të përgjigjesh parë, sepse po dëshiron me këtu tema më pastaj aty të cilat pra janë problematike, sepse nuk ka ndarje me Kurti këtë Glau. Sepse jetojmë në shoqëri demokratike dhe jemi në lirinë e shprehjes, e lirinë e fjalës, atje kupton shumë mirë këtë. Prandaj Arber Regja ka një vlerësim shumë të jashtëzakonshëm edhe nga kolegët gazetarë, analistë, sepse ballafaqohet në vazhdimsi edhe me kritikën. Prandaj, a ishte kjo përgjigje diplomatike apo jo? Apo e drejt për drejt? Jo, nuk është diplomatike. Ne kryetarët e subjekte politike kemi Albin Kurtin. Natyrisht që e preferojmë Kurtin, edhe Glau Konjuca preferon të Kurtin si kryeministër. Nëse pra e ke këtë dili. Po mbi bazën e vëllanorëve politik, selekcionit të vendit. Ne nuk dëshirojmë të krijojmë zgjedhje dhe me domosdoshmëri dëshirojmë të krijojmë institucione. Prandaj e kemi dhënë emrin e Glau Konjucës si mandatar për kryeministër. Okej, prit se kemi 0-0 është Liverpooli me Real Madridin, nëse po t'intereson ky lajm direkt, po ta jap se Arbri edhe Matoshi e ka një qësë përbashkët të paktën, se janë me Real Madridin, ndërkohë që kam komente këtu në studio. Fidan Rama, urdhëron. Mirë mbrëma, Arber. Në fillim të diskutimit sonte u tregove shumë institucionalist duke i bërë thirrje. Shumë institucionalist si LDK, kështu diçka. Po, shumë institucionalist se i bëri thirrje subjekteve tjera ish opozitare, që ai quajti opozitare me votu zotin Konjuca për kryeministër. Kështu e kuptova. Në një situatë të mundshme hipotetike, por që është e mundshme edhe politike në këtë rast, a do të kishit votuar Vlora Qitakun kandidate të PDK-s për kryeministre? Ju si deputeti vetë vendosis? Po. Përzigjëm, qëre? Jo.